Drejtoria e Policisë së Qarkut Elbasan, duke vlerësuar situatën dhe fluksin e madh të pjesëmarrësve, si dhe shtimin e madh të mjeteve gjatë festimit të ditës së verës, ka hartuar një plan masash ku janë përcaktuar detyra konkrete për sigurimin e rendit dhe të qetësisë publike gjatë festimit të kësaj dite. Janë planizuar shërbime për parandalimin e ndonjë ngjarje kriminale apo të jashtëzakonshme para, gjatë deri në përfundimin e festimeve. Duke filluar nga data 13/3/2013, ora 18, shërbimet e policisë do të kalojnë në shërbim të përforcuar për përballimin e masave që do merren në lidhje me festimet e datave 13 dhe 14 mars, ora 18. Nga ana e shërbimeve të hetimit të krimit do të mbahen për kontroll personat e dyshuar, persona me precedent kriminal, me qëllim parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale nga ana e tyre dhe kapjen e personave në kërkim. Nga ana e shërbimit të policisë rrugore janë marrë masat për lëvizjen sa më normale të personaliteteve të larta që do të vinë për të festuar ditën e verës në qytetin e Elbasanit. Nga ana e shërbimit të policisë rrugore, krahas masave të marra për mbajtjen e trafikut, do të ketë një sër masash të tjera për shtimin e kontrollit ndaj përdoruesve të rrugës, që drejtojnë automjetin pas përdorimit të pijeve alkolike, tërkalim të normave të shpejtësisë, parkalimit të gabuara, mbajtja e kaskave me mbrojtëse e tjerë. Në këtë plan masash janë angazhuar me shërbim forca policore, shërbime nga policia e rendit, shërbime nga qarkullimi rrugor, si dhe punonjës të hetimit dhe parandalimit të krimit, me qëllim festimin sa normal të ditës së verës. Ashtu siç e theksova edhe pak më lart, me qëllim sigurimin e rendit të qetësisë publike, përballimin e goditit të veprimtarisë kriminale, si dhe qarkullimin sa normal të pjesëmarrësve të cilët do të vinë për të festuar ditën e verës në qytetin e Elbasanit, nga ana jonë do të angazhohen gjithsej 200 forca policore. Forca nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Elbasan, forca nga 4 komisariat të policisë në rrethe, forca policore nga qarkullimi rrugor dhe forca policore nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Nuk do të lejohen parkimet në përkryqëzime tek sheshi Gençër, tek kinemaja, tek stadiumi Rushdi Bizhuta. Me qëllim shmangjen e çdo lloji incidenti gjatë aktiviteteve që do zhvillohen datë 13 dhe 14 mars, kërkojmë nga ana e komunitetit Elbasanas dhe nga pjesëmarrësit e tjerë që do të vinë për të festuar ditën e verës në qytetin e Elbasanit, bashkëpunim të plotë me qëllim kalimin me sukses të aktiviteteve me rastin e kësaj feste, shmangjen e çdo lloji incidenti.